Një moment i bukur familjar u kthye papritur në debat publik. Pas publikimit të një videoje emocionale për ditëlindjen e vajzës së saj, Poem Blue, Sara Hoxha u përball me një valë komentesh negative dhe sulmesh personale në rrjetet sociale. Një ndjekëse shkoi edhe më tej, duke vënë në dyshim rolin e Sarës si nën. Kjo ishte pika që bëri Sarën të reagojë publikisht. Përmes një Insta story, ajo ndau komentin dhe sqaroi pse zgjedh të mos i fshijë këto mesazhe, edhe pse shpesh e tundon ta bëjë. Lexoj shpesh komente që më shokojnë, por i lë që njerëzit të mbajnë përgjegjësi për atë që shkruajnë, shprehet ajo. Sara e cilësoi të shëmtuar faktin që një video për ditëlindjen e një fëmie të përdoret për gjuhë urrejtjeje, duke theksuar se urrejtja dëmton më shumë atë që e shpërndan. Ndërkohë, Poem Blue, vajza e Sarës dhe Ledri Vulës, ka festuar 5 vjetorin me 2 festa të ndara, një me secilin prind, një detaj që është komentuar gjerësisht edhe nga portalet roz. Po ju, si e shihni reagimin e Sarës? A duhet të ketë kufi komentimi kur bëhet fjalë për fëmijët? Shkruani mendimin tuaj në komente.